Mirëkthyer sërish bashkë në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në RTS 24. Do të flasim për një botim të ri, për një libër që aktualisht është botuar në Itali, por pse jo mund të përkthehet edhe në gjuhën shqipe, quhet Tracce di verità dhe i përfshin shqiptarët sepse flet për diskriminimin, përfshi këtu edhe diskriminimin ndaj shqiptarëve. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio autorin Giuseppe Monforte, i cili në publikimet e tij përdor pseudonimin Gianni Palagonia. Ju falenderoj që më jeni bashkuar në studio. Buongiorno e grazie a voi per avermi invitato in trasmissione. Do të nisim këtë bisedë duke folur për këtë botim tuaj të fundit, quhet Tracce di verità, gjurmë të vërtetë, dhe trajton ndër tjera edhe diskriminimin ndaj shqiptarëve. Pse keni zgjedhur pikërisht këtë moment për të sjellë këtë libër? Atëherë, kam zgjedhur të flas në këtë libër për shqiptarët, jo për të gjithë shqiptarët, por për situata që kanë të bëjnë me ta, për shkak të shumë miqve që jetojnë në Itali dhe edhe prej time shoqi që jam krenar për këtë është shqiptare. Prandaj kam bërë këtë zgjedhje për të treguar histori të shumë miqve të mi shqiptar që jetojnë në Itali dhe që kanë përjetuar një situatë diskriminimi. Prandaj kam dashur që të bashkoj shumë histori për të treguar edhe pjesërisht ndonjë anekdotë të vogël që ka lidhje me gruan time, por mbi të gjitha për miqtë e mi shqiptar që janë në një situatë jo shumë të këndshme. Ju keni jetuar për disa vite në Shqipëri, keni punuar më herët si efektiv policie antimafias, keni qenë me Interpolin në Shqipëri. Sa ka ndikuar kjo pjesë e jetës tuaj në atë që keni shkruar në këtë libër? Atëherë jeta që kam bërë në Shqipëri tregohet në librin tim të tretë, Shqiponja dhe Oktapodi, që është botuar në Shqip edhe ka qenë periudha që kam jetuar këtu me Interpolin dhe tregoj përvojën time si italian që shkon në një vend tjetër, që shikon, dëgjon dhe kupton atë që ndodh përreth tij. Ndërsa ky libër ka të bëjë me situata të tjera që ka lidhje, për të bërë një shembull, për të dhënë një shembull të vogël. Miqtë e mi për shembull prezantoheshin për të kërkuar punë dhe dikush ndoshta thoshte: po ti je shqiptar?" I pari diskriminim. Nuk dukesh. Pra kur shikonin një njerëz që dukej sikur kishte shumë kulturë, që dinte gjuhë të huaja, prezantohej në një mënyrë elegante, e shikonin në një mënyrë ndryshe dhe thonin: "Po ti shqiptar je? Pse çfarë kanë shqiptarë ndryshe nga të tjerët?" Atëherë pikërisht diskriminimi i parë ishte pikërisht këtu, nga habia e njerëzve që shikonin disa njerëz që në fundit ishin si të gjithë njerëzit e botës. Dhe kam dashur që t'i tregoj këto histori sepse më krijonin bezdi duke krijuar historitë e këtyre njerëzve. Kam dashur t'i jap vizibilitet shumë miqve shqiptar që kam në Itali dhe që më kanë treguar përvojat e tyre, historitë e tyre, dhe mendoj që ishte për të treguar. Mirë, do doja të bëja një paralelizim. Unë kam nisur ta lexoj librin tuaj Shqiponja dhe Oktapodi, i cili është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe, po ashtu edhe dy libra të tjerë tuajt, konkretisht Në duart e askujt dhe Heshtja. Po më bëri shumë përshtypje tek ky libër të Shqiponja dhe Oktapodi, ai përshkrimi i parë që në momentin që ju vini me avion në Shqipëri dhe para jush prezantohet një realitet i panjohur dhe i vështirë për të kuptuar. Si ka ndryshuar perceptimi juaj për Shqipërinë gjatë këtyre viteve dhe për shqiptarët, dhe në të njëjtën kohë do doja të dija, a ka ndryshuar ndër vite perceptimi i italianëve për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë dhe që kanë ndërtuar jetën e tyre në Itali? Perceptimi im patjetër që ka ndryshuar. Nga 2006 deri sot kam bërë goxha lëvizje, sidomos në lidhje me infrastrukturën. Atëherë ka pasur shumë problematika dhe duke ecur me makinë ishte e rrezikshme sepse nuk kishte puseta rrugës, ndërsa sot është gjithçka shumë më e përmirësuar, e rregulluar, ka ndryshuar sigurisht dhe shqiptarët i shikojnë më tepër europian krahasim me ato vite, dhe kjo është diçka që duket dhe shikohet dhe duke ecur nëpër rrugë perceptohet
patjetër. Ky është një hap përpara që ka bërë Shqipëria, që ju duhet jeni krenar, por njëkohësisht edhe mua më bën më sjell kënaqësi dhe më. Në Italia ka ndryshuar perceptimi për shqiptarët. Pra kujtoj që shqiptarët kanë shkuar në Itali në fillimin e viteve 90, vinin nga një realitet shumë ndryshe, gjërat kanë ndryshuar, po perceptimi italianëve për shqiptarët ka ndryshuar. Sigurisht që ka ndryshuar shumë. Në kundrejt viteve 90, unë kam jetuar një periudhë kur shqiptarët erdhën në Itali në vitet 90, janë integruar, shumë prej tyre paguajnë taksat, punojnë, sillen mirë. Pra nuk flitet në përgjithësi për njerëzit e mirë që integrohen, ndërkohë që shumë të tjerë kanë zgjedhur që të kryejnë krime, dhe shpesh kur flitet për Shqipërinë, flitet për fajt të këtyre personave që e përfaqësojnë keq Shqipërinë. Por mund t'ju siguroj që ka ndryshuar kryekëput, sepse në fillim e përsëris shumë krime i kryeshin nga shqiptarët, ndërsa tani janë paksuar patjetër, dhe perceptimi italianëve kundrejt shqiptarëve është përmirësuar, këtë ju asiguroj. Mendoj që do të ketë më pak italian sot që do të habitë dhe do të thonë pse shqiptar jeti, dhe besoj që kjo do të përfundoj. Cilat janë format e diskriminimit që vazhdojnë të jenë edhe sot? Një ju e përmendët, ajo e të nënvizuarit të kombësisë në rastet e kërkimit punës, po cilat janë format të tjera që vazhdon të ekzistojë diskriminimi dhe që ju i keni përfshirë në librin tuaj? Ajo që ndodh është që shpesh shqiptarët punojnë në punë të ndryshme. Nuk po flas në për gjithë Italinë, nuk i njoh të gjithë. Nuk mund të bëj shembull të realitetit që kam jetuar unë dhe të historive që më kanë treguar mua. Shqiptarët i lidhin me role të ndryshme, me kamerierën, me punë, me veprimtari, ato që mbajnë të moshuarit dhe intjerin për një shëtitje, ndërsa kur zgjedhin shqiptarët e arsimuar për pozicione më të rëndësishme, është gjithmonë ky diskriminimi, për të thënë do të jenë në gjendje, do të jenë në lartësinë e duhur, do të jenë të gatshëm për ta bërë këtë gjë. Prandaj është gjithmonë ky çasti, po si do jetë, ndoshta po, ndoshta jo. Gjithmonë është ky kufizim në mendjen e italianëve kundrejt shqiptarëve. Flas për institucionet që njoh, nuk po flas për të gjitha, ndoshta ka shumë shqiptarë që kanë hyrë shumë mirë në jetën e Italisë, por duhet të kapërcehet akoma kjo shkallë. Unë mund t'ju jap disa shembuj edhe të gruas time, që është një njerëz shumë i kulturuar. Unë e quaj shkencëtarja sepse ka një kulturë të jashtëzakonshme, ka diploma, gjuhë të huaja. Kur kërkon të punë, ishte gjithmonë një habi, nuk do ta kisha besuar kur. Dikush mund të thotë, për shembull, sa bukur, komplimente, por reagimi ka qenë gjithmonë me një habi, si ka mundësi që një njeri është gati të bëjë këtë gjëra. Edhe ne në Shqipëri studiojmë si ju, i dim gjërat njësoj si ju, ndoshta edhe më mirë. Por gjithmonë kjo lloj kundërshtie. Ajo nuk ka jetuar shumë. Nuk e ka përjetuar shumë këtë situatë pasi një person njihet dhe flet puna e vet, por gjithmonë e ka përjetuar këtë çastin negativ të përballjes së parë. Por unë them që kjo gjë ka ndryshuar shumë kundrejt shqiptarëve. Është një popull mik, shumë mik i Italisë. Duket, ndihet në çdo cep. Ju përmendët historinë e bashkëshortes tuaj, historinë e një miku tuaj që ka qenë në situatën kur ka kërkuar punë. Ka histori të tjera ose ndonjë histori të veçantë për te këtyre që ju ka prekur në nivel personal dhe që e keni sjellë edhe në libër?
Në libër tregoj histori të miqve shqiptar, dhe pastaj kur dikush shkruan një libër, duhet t'japi edhe një identitet personit për cilin shkruan. Prandaj në libër duket sikur gjithçka i ka ndodhur grasime, edhe ajo ka jetuar këto momente diskriminimi, por më të lehta krahasuar me miq të tjerë që i kanë përjetuar në mënyrë më të fortë. Prandaj në libër duket sikur gjithçka i ka ndodhur asaj, por unë nuk mund të tregoj historinë e të gjithëve, prandaj kam marrë një personazh edhe i kam dhënë këtë detyrë, si thuash. Për shembull, ka pasur rastin e një mikeshës me shumë të ngushtë shqiptare që ka shkuar për të bërë një selektim në një shkollë për të mësuar, për të dhënë mësim anglisht, ai që fliste shumë mirë anglisht, ndoshta edhe më mirë se anglezët vetë, shumë e përgatitur. Dhe e mirëpresin, i thon po kërkojmë një person që ta marrim në punë. Dialogu ishte i gjithë në anglisht. Në një farë pike kur mikesha ime i dha kurrikulumin, personi që ishte aty, që e priste, po ti që nke shqiptare? I thot po. Nuk do ta kisha kuptuar kurrë. Në kuptimin mbi të gjitha se si fliste në anglisht, se si ishte prezantuar. Nuk e di sepse nuk ishim në kokën e tij. Në një farë pike, drejtori që donte të bënte një takim me të, kur e mori vesh që ishte shqiptare, nuk deshi që ta priste më. Prandaj ishte një gjë shumë e rëndë që e bëri të ndjej shumë keq, që gjeti punë tjetër më pas, sepse gjeti persona më të mençur se ai që kishte mendjen më të hapur, por jeta është kështu, ka të gjitha situatat, gjendet gjithmonë një person i gabuar në rrugën tënde. Ndodh. Ishte një histori shumë e rëndë për të mos e treguar në libër. Prandaj i dash hapësirë dhe zë kësaj mikeshe sonë. Për të rikthyer më herët në kohë, ju keni përfshirë në librat tuaja edhe pjesëza, përvoja që lidhen me punën tuaj si efektivi antimafjas. Kriminaliteti është një temë që diskutohet shpesh dhe që lidhet me komunitetin shqiptar në disa raste, nuk flitet ashtu siç thatë ju për pjesën më të madhe, por flitet për këto raste të pakta. Po ju sipas përvojës tuaj, a mendoni ose a është i egzageruar ky stereotip që i lidh shqiptarët me këtë dukuri? Nuk e shoh të egzageruar sepse është realitet. E përsëris, nuk e di sa shqiptarë jetojnë në Itali apo sa të huaj. Nuk i kam këto të dhëna, nuk kam pse t'i kem, por mendoj që janë shumë. Dhe janë të gjithë njerëz që jetojnë një jetë normale, janë integruar, punojnë, fëmijët i kanë aty, i kanë rritur aty. Për ata nuk flitet kurrë, sepse ata bëjnë jetë normale. Flitet për të gjithë ata që bëjnë krime. Sipas mendimit tim si ish polis, në lidhje me të kaluarën, ata janë zvogluar shumë. Ka pasur shumë prostitucion, flasim për vitet 91, 92, 93 dhe shumë krime të tjera, vjedhje brenda banesave. Edhe sot ka nga këto gjëra, por janë paksuar si krime. Mbetet akoma e fortë trafiku i drogës. Edhe ju besoj e dini sepse i lexoni lajmet që kalojnë në rrjetet sociale. Dhe mafia shqiptare është e fortë. Është aleate e mirë e ndragetës. Këtë gjë luftojnë shqiptarët, policia shqiptare, e luftojnë dhe forcat italiane. Nga kjo pikpamje, ndoshta edhe është përkeqësuar. Ndërsa krimet e tjera sigurisht janë zvogluar. Flitet më pak për krime të kryera nga shqiptarët. Sepse ndoshta kanë bërë një zgjedhje tjetër jete, por edhe sepse i kanë kapur. Policia italiane, karabinierët, financa, ndoshta janë më të mirët në botë, prandaj mund të eci një herë, 2 herë, 3 herë, 1 vit, 2 vit, por në fund gjithmonë i kapin. Sepse jam krenar që po e them, por është policia më e mirë në botë. Mirë. Duhet thjesht kohë.
por gjithmonë do të arrin t'i kapin. Është edhe një mesazh ky për ata që bëjnë krime, pra dijeni sepse herët ose vonë do t'ju kapin. Duhet dhe ju çojnë atje ku duhet jeni në burg. E përmendët edhe punën që bëjnë autoritetet në dy vende, po si e shikoni ju, si është transformuar bashkëpunimi mes autoriteteve ligjbatuese italiane dhe shqiptare gjatë këtyre viteve? Perfetta. È cominciata già da quando c'ero io, andava benissimo. Ora è addirittura migliorata, molto migliorata, quindi c'è un forte legame tra le due forze dell'ordine. Forcave të rendit, Da questo punto di vista, nga kjo diciamo che sia pikpamje, voi albanesi che noi qoftë ju italiani shqiptarët, si ne italianët mund të rrim të sigurt. magistratura Sepse qoftë magistratura italiane apo jo shqiptare, policia italiane dhe shqiptare kanë një bashkëpunim shumë të rëndësishëm që ka bërë shumë hapa përpara dhe ka dhënë shumë rezultate. Prandaj nga kjo pikpamje unë si qytetar ndihem edhe më i qetë. Për këtë mund të jemi të dy shumë krenar, sepse për forcat e rendit dhe për magjistraturën. Mirë, për të rikthyer sërish tek pjesa e të shkruarit, e librat tuaj, si ka lindur ky interesi juaj për botën shqiptare, të cilën e keni përfshirë në botimet tuaja? Ky interes ka lindur për faktin që gruaja ime është shqiptare, kam ardhur këtu me punë me Interpolin dhe njoha mësuesen time të anglishtes dhe u dashurova me të. Nuk ishte e thjeshtë, ishte një luftë e vërtet, sepse ju shqiptarët jeni vajza që doni që t'ju vinë pak rrotull, nuk jeni kaq të thjeshta. Ishte e vështirë, më mbante larg. Edhe italian nga ana tjetër. Unë njoham pak si Latin lover, siç thuhet, por nuk ishte e thjeshtë, një luftë e vërtet. Pastaj më në fund për fat erdhi në Itali sepse fitoi një bursë studimi me ambasadën. Filluam që takoheshim edhe atje derisa u martuam. Unë i quaj shkencëtarja në shtëpi. Për këtë jam krenar unë si bashkëshort, por besoj edhe Shqipëria. Mund të them se është një njeri që ka një kulturë që me të vërtet është e pabesueshme. Mund të them diçka. Teza e diplomës së saj italiane është aq e rëndësishme për atë që ka shkruar, Binaton, që është bërë libër, që është botuar dhe ndodhet në bibliotekën e NATO-s në Bruxelles. Pra imagjinoni se çfarë force ka një tezë diplome që flet për luftën hibride, që ishte diçka shumë e panjohur për atë kohë, edhe i ka paraprirë asaj që po ndodh sot në botë. Prandaj unë i quaj shkencëtare dhe unë jam krenar, po ndoshta edhe ju. Komplimente. Doja t'ju pyesja, çfarë ju ka bërë përshtypje ju nga kultura dhe shoqëria shqiptare? Kur erdha këtu në vitin 2006, kisha një perceptim që shqiptarët atëherë Shqipëria dhe jugu i Italisë, Sicilia janë pothuajse njësoj. Do të thënë, kur ndodhesh në jug të Italisë dhe kur ndodhem në Shqipëri, them që jam në shtëpinë time. Kam vënë re të ndjenjën e fortë të familjes, që është shumë e bukur. Është diçka që e ndjeja. Familja ishte në qendër të gjithë shkaje. Përsëris unë nuk e njoh gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët, por vëre sepse janë të informuar për gjithçka që ndodh në botë. Ka disa lajme që ne i shohim në rrjetet sociale që na bëjnë të ndryshojmë. Kjo gjë më pëlqen një çik më pak, sepse thjeshtësia dhe familja tipike shqiptare më pëlqente më shumë. Atëherë më pëlqente më shumë. E shifja më afër me vlerat, le të themi siciliane. Në librin tuaj të fundit, Tracce di verità, silli këto histori të cilat janë frymëzuara nga realiteti, duket sikur
keni një tendencë për të korrigjuar perceptimin për shqiptarët. A është e vërtet kjo? Dua të korrigjoj perceptimin e italianëve për shqiptarët. Po, absolutisht po. Sepse më krijon bezdi që duhet të diskriminohet një popull I tërë, sepse dikush nga ai popull mund të bëj gjëra të këqija, mund të bëj krime, mund të sillet keq. Këtë gjë e them gjithmonë. Është edhe ajo që kemi përjetuar ne sicilianët kur kemi emigruar. Unë jam sicilian, një polit sicilian, që shkon në veri të Italisë, dhe shihet si sicilian. Këtë diskriminim unë e kam përjetuar vetë në lëkurën time. Mund të kisha edhe vështirësi për të gjetur një shtëpi për ta marrë me qira. Sepse sicilianët, për të gjithë ata nga veriu, sicilianët ishin mafios. Një komunitet I tërë I bërë prej mafiozësh. Po njëjta gjë ndodh me shqiptarët. Për fajin e dikujt, që janë shumë pak në krahasim me popullatën e Shqipërisë, drejtohet gishti mbi të gjithë popullin. Prandaj unë kam dashur të them, mundohuni që të shikoni se si shkojnë gjërat, mendoni që nuk është kështu, nuk mund të diskriminohet një popull I tërë për hir të ignorancës tuaj dhe për mendjen tuaj të mbyllur. Kjo është një mendje e mbyllur. Prandaj kam dashur ta çoj në nivel tjetër, t'i them shikoni përtej dhe kaq. Mendoni se letërsia mund të kontribuojë vërtet në luftën ndaj paragjykimeve? Patjetër, absolutisht po. Nëpërmjet letërsisë kuptohen gjërat, mendohet në mënyrë të ndryshme. Nëse ke paragjykime, duke lexuar, ndoshta ti e vë në diskutim atë paragjykim që ke. Mund të thuash ndoshta nuk është ashtu siç e mendoja unë. Prandaj letërsia është themelore për të pasur një vizion të botës se si shkojnë gjërat, për të hapur mendjen. Por edhe fëmijët nëse fillojnë të lexojnë që fëmijë, nëse kanë disa ide, disa paragjykime, disa mbyllje mendore, mund të shikojnë gjërat ndryshe. Prandaj them gjithmonë lexoni. Ju them kur shkojnë nëpër shkolla që flas me të rinjt, ju them gjithmonë lexoni, sepse sa më shumë lexoni, aq më shumë e hapni mendjen dhe aq më pak paragjykime do të keni në kokën tuaj. Prandaj leximi është një hapje mendore 360 gradë. Absolutisht. Jam plotësisht I bindur për këtë. Për ta mbyllur, do doja t'ju pyesja për planet tuaja për të ardhmen. Spari, a do të përkthehet Tracce di Verità gjurmë të vërtete në gjuhën shqipe dhe do të vazhdoni ju të shkruani për Shqipërinë dhe shqiptarët? Uroj shumë që shtëpia ime botuese ta botoj librin tim të 4. Këtë do ta vendosin ata. Po, mendoj që duke pasur grua shqiptare në një farë mënyre, Shqipëria do të hyjë gjithmonë në librat e mi. Do flas për të, por duke qenë gjysma ime në një farë mënyre, do të jetë diçka që do të më vërë përsëri në kushte që të flas për Shqipërinë, ose të shumë miqve italian që kur të shkoj atje do të më tregojnë historitë e tyre. Duke I mbajtur të gjitha në mendjen time, do të nxjerr diçka për librat e mi. Mendoj që Shqipëria, që tashmë është pjesë e jetës time, do të vazhdojë të tregohet në një farë mënyre në librat e mi. Zotë Manforte, unë ju falenderoj që ishit këtu për këtë intervistë dhe për gjitha gjërat që ndat me ne sa I përket këtij botimi të fundit, po edhe për vojës tuaj që lidhet me Shqipërinë, me shqiptarët në përgjithësi. Grazie a voi, lo dico grazie. Faleminderit juve, Faleminderit edhe një herë. Do të shkojmë për pak çaste në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.